udhëtimi me tren, pastaj autobusi dhe aty për të marrë atë entuziazmin, u hutova fare. I them atij shoferit që më ndaloi 10 kilometra para pamit me Malia, sepse pashin autobus nuk kishte një entuziazëm për mua. E thash, si ka mundësi ata u shqyen, kush e di këta, ndoshta xhelozia, kështu jemi ne provinciale, xheloz për njëri tjetrin. Edhe 10 kilometra prisja që ata që vinë përpara kooperativistë çfarë ishin, të më përshëndesin, dikush t'i binte borjes në makinat e kooperativës, apo kaloi vetëm një gomar ktheu kokën, asnjë s'ma vari. Çfarë ndodh kështu? Vajta i thash Konstantin, po ndole shkëlqyri tash s'ma vari njëri. Po s'ka dhe një televizorit. U kujtova unë që ajo regjistroi të martën dhe transmetoi të shtunën. Ama të shtunën në darkë, 17 maj 1986, datën 18 unë isha një agron tjetër. Unë agroni me famë lokale, në thonjza isha bërë yll në gjithë Shqipërinë. Vërshonin telegramet, ftesat, nuk u di çfarë të them. Në një farë mënyrë këtu fillova të njoh edhe vendin tim.